Ndërsa Mojsiu po përpiqej me këmbë duar për të shlyer turpin e vet. Hamzën nuk i dije se çfarë demoni e pati zi po e nxirrte si trashëgimtar të një pabesie aq të madhe. Me Hamzan, armiku se kishte të vështirë të binte më shpesh në bisedë, dhe të vepronte me lajmëtar të fshehtë, dhe sepse ai, me mirëbesimin e të ungjit, që si adyron të zemrat ta kishte për një kohë aq të gjatë si njëri të thjeshtë pranë vetes. Ishte bërë zot të një krajine, jo si do të Epirit, pranë kufive të turqme. Por sultani, zënë si tham me andar allët e Aziz, shtyu për ta nxitur e ftuara të pranë vetes, edhe një arsye tjetër, jo e pabuzur, puna, që besonte me të drejtë se gjersa ai ishte gjak princash dhe kishte influencë të madhe në popull, të cilit i kishte hyrë fort në zemër e periotët, do ta pranonin shumë më lehtë se në rastin e Mojsiut, sundimin e tij mjafton t'i shtrëngonte ndonjë rrezik qoftë edhe i vogël. Po këto gjëra u poseduan me anë të lajmëtarëve, edhe me Hamzën dhe vlejtën shumë për të merituar besimin. Kështu, lakmia e çmendur për të mbretëruar i bën njerëzit jo vetëm të pabes, por edhe me ndje lehtë. Por burri prej natyre dinake, që kishte marrë mjaft mësime nga përfundimi i fatit të tjerë turkujt, për të mos e lënë otomanin ndonjë dyshim pabesie, dhe për të mos patur rrezik për kokën e vet, mori me vete si shok të krimit gruan dhe fëmijët e vegjël, me qëllim që t'i dorëzonte armikun, si peng e garanci të shëndosh të besës së tij. Pikja e tij bëri një bujë shumë të madhe në vend dhe shkaktoi një farë udhimi ndër njerëzit që habiteshin për të gjithë dhe kërkonin të dinin shkakun e rebelimit, jo vetëm sepse ai ishte nipi i Skënderbeu, por edhe shok dhe bashkëpunëtor i tij në mbretëri. I ungji, kur mori vesh ngjarjen, ai më është ditur dhe duke rënkuar. Kjo më mungonte mua ndër gjithë këto vuajtje dhe vështirësi të rënda, që të goditen edhe me armë të shtëpisë dhe të brendshme. Ka që u rryer vallë, pas ka qenë kjo kokë. Ka që i keq, i pas kam shërbyer unë atë dheut. Apo mos ndoshta, për të folur drejt, shkëlqimi kurorës e periote është kaq i shmueshëm. Hamza i pas ka patur zili Mojsiut. Por në mos gabofsha, mua Perëndit, dhe mos më gabof drejtësia hyjnore dhe njerëzore, dhe mos më gëj njeftrimëria dhe besnikëria juaj, ai do të ketë përsëri zili. Tani më dimri kishte hyrë dhe dukej pari mirë se toka e çveshur nga kullotat, si edhe koha e keqe kishin për ta penguar prej vetiu gaditjen dhe arjen me në armiqme. Prandaj Skënderbeu, duke arsyetuar me projekt të drejtë, se Hamza do të priste për planet e tij të reja stinën e pranverës, e solli familjen në Krujë, dhe me përjashtim të vizitave që i bënte eroes Dibrani dhe erojeve të zbulonjësve të zakonshëm, me anë të cilëve gaditej për rrezikjet që e prisnin. S'mendoi më as për mbledhje ushtrish gjatë kësaj kohe, as për ndonjë gaditje tjetër luftarake. Kështu e kaloi dimrin. Sultani Hamza i bëri përshtypje, jo aq kur ai e pa, sesa pastaj kur e dëgjoi, por nga fjalët dhe nga urtësia e rëndë e mendjellëve. Doli mirë në dritë dhe spikati trimëria dhe përvoja luftarake e këtij burri, i cili si shtatë shkurtër që ishte, dhe me një trup e fytyrë jo për të adhuruar. Nuk ishte veç se me fjalë t'i tregonte të mirat e padukshme, në shpirtin dhe virtytet që fshiheshin brenda. Me të vërtetë, ai ishte me zemër fort trime dhe me mendje të mprerë e të lartë, i papërtueshëm si askush, dhe sa i njerëzishëm aq të bujar. Beti këto që janë zakonisht hapat e para drejt lavdis për burrat që lakmojnë pushtetin dhe duan të fitojnë zemrat e njerëzve. Ai çdo gjë që kishte, qoftë edhe djathta e vet, edhe nga fati i luftës, qoftë edhe mirëbërësia e të ungjit, mandante ushtarëve dhe miqve. I brengosur në të folur dhe i gatshëm për të shërbyer. E ishte nga ana tjetër edhe një shtijak, jo i pazot, kur ja donte puna.